Brikina ka reaguar për herë të parë pas daljes së saj nga shtëpia Big Brother VIP. E ftuar në mbrëmjen e kaluar në fan club ishte banorja Big Brother VIP, e cila shprehur se pas daljes nga shtëpia ka pasur mundësi të komunikojë edhe me familjarët e Mateos, me të cilin nisi një raport dashurie, ndërsa ajo ishte pjesë e reality show-t. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ajo shtoi gjithashtu se familja e saj ka qenë shumë mbështetëse për raportin e saj me Mateon, që kur kam dalë ka marrë shumë dashuri nga publiku dhe familja. Nuk me besohet që kam dalë. Të them të drejtën, para se të hyja brenda nuk e dija që do dilja çift nga ky program. Për mua ka qenë një rrugëtim shumë i paparashikueshëm dhe me shumë emocione. Unë nuk dola humbur nga ai program, përkundrazi fitova dashurinë. Kur dola kuptova që ndoshta nuk e kam merituar finale, por mbështetjen që më ka dhënë publiku e kam merituar dhe do të doja të isha në finale. Raporti ynë ka pasur shumë ullingritje, por çdo gjë ka qenë spontane. Ai ka qenë shumë rezistent ndaj këtij raporti. Familja ime e do shumë Mateon dhe mezi presin ta atakojnë. Kur dola përshëndeta familjarët e Mateos, fola dhe me motrën e tij. Janë një familje shumë e mirë dhe mezi pres t'i takoj u shpreh Brikina.